emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndihni të nderuar shikues. Në vitin e kaluar nuk kanë munguar komentet, debatet, polemikat dhe antagonizmat e thellë mbi çështjet kulturore mbar shqiptare, ekspozimin e habitatit kulturor dhe ndaj lëvizjeve të ndryshme, ekstremiste të themi, bot kuptime ekstremiste, qoftë që kanë trashëgimi nga ligjërimet fetare dhe jo vetëm fetare të tjera. Dhe këtu kem parë në këtë mjedis një raport të polemikave të thella vitin e kaluar. Si do ta kemi këtë vit? Unë kam kënaqësinë sonte ta prezantoj para jush njërin prej kontributorëve të gjatë të proceseve të ndryshme që kanë bënë kryesisht me vendosin e demokracisë, pluralizmin, gjithë me mjedisin ku graviton elita politike dhe jo vetëm politike shqiptare. Është kryetar që prej një viti i lëvizjes Bota Shqiptare. Është Arjan Basha. Basha, faleminderit për kohë. Përshëndetje. Ju një kryetar i lëvizjes Bota Shqiptare që avokon një platformë që shqiptarizmi të ruaj, të mirëmbaj, dukshëm më shumë identitetin dhe trashëgimin e saj. Vitin e kaluar kemi qenë dëshmitar i polemikave të thella mbi trendet kulturore të mjedisit përgjithshëm shqiptar në Ballkan dhe jo vetëm në Ballkan, por edhe në Mërgat. Ju jetoni midis Zvicrës dhe Kosovës. Do doja si kryetar i lëvizjes Bota Shqiptare një vlerësim për gjitha debat të vitit kaluar dhe për këtë fillim viti se si i pritni trendet kulturore shqiptare. Trendet kulturore shqiptare, për fat të mirë, kena histori të lashtë edhe shumë të zhvilluar edhe të fuqishme. Do thotë, ajo një përparësi e jonja të cilën duhet na me rikthy, do thotë, fuqinë tonë, të kulturës tonë, edhe kuptohet mi stagnu pak, mi pengu kulturat e huaja që nuk i takojnë kulturës tonë. Kultura jonë është dokumentume në krejtë botën, do thotë, të i fillu prej historisë pelazgëve, Ilire, Dardane, deri sot të Shqiptaria. Tash më shumë. Shqiptaria është produkt i Gjergj Kastriotit dhe feja shqiptarit është Shqiptaria, na nuk kena kompromis këtë drejtim, për arsye se feja nënkupton dhe thot gjuhën tonë, kombin tonë, adheun tonë edhe kulturën tonë. Kurse religionet, për shembull, besimet e ndryshme. Në këtë pikë keni dallimet e thella me klerikët fetar që ligjërojnë një dimension tjetër. Po, qëra, dimensioni... Se që është feja besime kështë. Ashtu dimensioni për shembull... Mund të arrini pakt kompromisi me këtë komunitet mbi këtë? Po, qëra, ashtu kompromisi është shumë i madh sepse këtë dimensioni që ka hapur për shembull. Shini se mund ta bëni një kompromis ta zëm në një diskutim polemik publike me imamin që është pjesë e këtyre polemikave, Shevqet Krasniq. Po, na mujna me bë polemika sepse na kena edhe një kërkesë për shembull prej qeverisë tamë që të zbatohet. Do të mi verifiku këta imama që janë këta klerik të rrejshëm, këta xhallar të rrejshëm. Kush i rrejshëm? Po këta janë të rrejshëm se nuk kanë asnjë argument se këta flasin jashtë Koranit. Këta nuk flasin baza koranore. Do thotë këtu fatkeqësia, do thotë e besimit islam që e kanë deviju komplet besimin islam, e kanë deviju në sekt politik ku është i bot dame fatale kombit tonë. Është e varfënu kombin, është e qitë prej rrjetit ndërkombëtar, është e qitë prej kulturës shëndosh, është e sulmu kulturën tonë, edhe fatkeqësia është që për shembull këto bashki islame që i hapin qendra nëpër Evropë, po thonë bashkia islame shqiptare. Asnjë simbol shqiptar nuk e ka, thotë bashkia islame shqiptare. Këto duhet me ndalu me ligj, kjo nuk ban me ndodh, sepse ata janë përkundrazi, kishe për hir të besimit në Zot, ata ju revanshojnë, do thotë kombit edhe gjuhës tonë, kurse na e kena... Po sot që keni dallimit të thella konceptuale, besimin Zot na e kena shumë më të qartë, besimin Zot, sepse na mundoh me mbrojt të vërtetën, do thotë paqen edhe lirinë. Cila është e vërteta? Po e vërteta është ku ti je për shembull... Jemi në demokraci ku mund të ketë dy më shumë mendime për të vërtetën? Po e vërteta është për shembull nëse ti ta zëm informacionet i kitë sakta. Ta zëm informacionet do të bëhen sakta të Kuranit, jo të sakta.
A kupton, do thotë këtu është dallimi mes neve dhe mes klerikëve. Ata për shembull, ata e kanë favorizuar një Kur'an i cili është botu nga gjuha serbo-kroate, është botu në gjuhën shqipe. Kurse Kur'ani origjinal për shembull, që s'kan mujt me studiu këta zotnit që janë si hoxhallar, aja bëhet për arkiva. Këto informacione ne i ka dhënë imami shqiptarëve, Tim Shkupi, për arsye se ai me shpenzimet e vet ai ka harxhu kohë 40 vjet rreth analiza dhe studimet në arkiva kuranore. Kështu që Tim Shkupi është ai i cili e ka hap një dimension të ri, dimension shumë i rëndësishëm, do thotë, sepse ai shpjegon, ka shpjegime vetëm sakta mbi Kur'anin edhe mbi kermet e Kur'anit. Ai thotë që është kod Kur'ani, kod, do thotë, shumë i rëndësishëm që ndërlidhet edhe me gjuhën shqipe, edhe ndërkohë thotë një lidhje që se një gjuhën abramahike edhe shqipe nuk mundet me studiu Kur'anin. Pse që një kërcënim klerikët fetar islam? Kërcënim është sepse ata, do thotë, kanë ndërhy në shtetin tonë, në parlamentin tonë, në ligjet tona, se na jena shtet laik, a kupton? Edhe tashti ata kanë marrë një lloj pushteti për shkak se i kanë do financa që paguhen ndoshta nga Rusia, bota slave ose Turqia. Edhe tashti ata punojnë vetëm për interesat tyre, edhe qëllimi i tyre është qysh me hipnotizu masën, popullit, se na kena shumë njerëz që na lajmërohen që janë fundamentalistë dhe na kanë rënë dorë lypin dim për neve, edhe shpirtnisht tregojnë se janë damtu ekstrem shpirtnisht, sepse gjithnjë dhunë edhe janë lodh nga dhuna klerikëve, janë lodh, propagandat janë tej masës për shembull. Tash për shembull imagjino, për shembull nxitim fanatizmin këtu, ligjërojmë fanatizmin mbi. Ligjëratat janë vetëm për fanatizëm, për ekstremizëm, nuk ka kurrë do të bëj as me Zotin. Zotin, të gjithë ashtu, as me besimin Zot o no. Nuk janë të gjithë ashtu klerikët. Shumica janë, do thotë lirisht mundesh me thënë shumica, se na kena kontakt edhe me hoxhallar. Ka hoxhallar për nuk uzojnë mu publiku, hoxhallar as ata fundamentalistët nuk uzojnë mu publiku se ende janë të shtypur, do thotë. E kështu që do thotë Zoti Tërnava duket liberal në krye. Zoti Tërnava duket liberal. Ju duket liberal ju. Po, okay, Zoti Tërnava për shembull është një person. Kryetari i Bashkisë Islame. Është një person për shembull i cili haptas ka paraqit kërkesën në parlament të Kosovës, të thotë që na duhet me qit ligjin e shariatit në parlament. Në rregull kjo? Shariat. Çka ka lidhje shariati me ligjet tona ndërkombëtare, me ligjet evropiane? Çka ka lidhje? Na duhet a më ju bashkangjit otomanëve apo duhet më ju bashkangjit Evropës, na jena pjesë e Evropës. E ky kaos për shembull ky çfaq rreziqe të mëdha jo vetëm kombëtare, por edhe njerëzore. Sepse varfëria është u zhvillu ekstrem e madhe në mesin e tyre. Konfliktet janë ekstrem të mëdha. Konflikti ka në për xhamia, konflikti ka mas, edhe bëjnë propaganda për shembull. Propagandë kundër kujt bëjnë në për xhami sipas jush? Mas shumë të bëjnë propagandë kundra shtetit, kundra ligjit edhe kundra popullit. Që do thot masa dhe ligjet për shembull, duhet të marr masa, na si organizat, na për shembull marrim informacione të shumta, do thot. Informacione që është të lojë shumë rrezikshme, mundi me hub drejtat edhe me Bashkimin Evropian, mundi me hub nëse vazhdoni kështu, sepse për shembull James Rubini për shembull këto e ka deklaruar për shembull në Hag atje. Ka thënë për krahami UÇK nëse UÇK-ja për shembull nuk bashkëpunon me lëvizjet të rrymat ekstremiste. Këto e ka dhënë betimin edhe UÇK-ja. Tërnava është një kontributor të ligjërimit ekstremist? Tërnava mund të jetë i pari, nishin nga ata. Të tjerët, sipas jush, keni identifikuar kush janë figurat kyçe të ligjërimit? Po ata shihen në opinion. Që sipas jush janë shndërruar në figurativisht në armë, po thëmë vrastare të trashëgimisë dhe identitetit shqiptar. Kjo është shumë e saktë, do thotë është armë, se është një gjë që shihet. Ku ki pati për shembull publikisht model, po i thotë njerëzve, një musliman nëse e pin gjakin e një krishteri, ai shkon në xhenet. Kjo është rrezik jo për kombin, sa ai po flet shqip, ai për tërë botën është rrezik. Edhe tash për shembull hesht qeveria. E tash na si lëvizje na nuk mundna me hesht, do thotë si lëvizje. Çfarë keni bërë ju kundrejt tyre? Na s'bëjna kurrë kundrejt tyre sepse na jena vazhdimisht të shku, të rrit bërthamë, të formu rrethin ton, të civilizu, të modernizu, të qetësu dhe të aktivizu, do thotë shumë pikpamje, se na nuk mundna me dalë për shembull paralelisht njëjtin karakter sikur këta fundamentalistët ose këta
ata ekstremistët e sektit islam, për shembull, politikë që janë vetëm për fyrje, për ankesa, për sulme. Na flasim për zhvillim. Çfarë përfaqësoni ju? Cilën lloj doktrine? Tash për shembull, na jena shumë minjost falenderoj se na ka bashkangjit imami Tim Shkupi, do thotë sepse ai ka qitë do rregulla shumë të shnosha. Ta zam për shembull rregullat e arta janë, na ku tulbin në tavolinë në katër sy, është e shajtë nëse bisedojnë për shëndetin, është e shajtë nëse bisedojnë për familjen, është e shajtë nëse bisedojnë për financën tonë, edhe është e shajtë nëse ti rush idealin kombëtar. Do thotë këtyre gjana, këtyre rregullat e arta na sfuzojnë me largu, se imam është një kontribus jashtëzakonisht i madh, që ka serviu gjithçka deri tashti, prej si të ka ardhur nga Londra për shembull, prej 2013-s. E tashti kontributi se jeni kaq shumë të alarmuar, jetojmë në një demokraci, në një model të pluralizmit, jo vetëm politik, po të përgjithshëm kulturor, zoti Basha, ku secili mban të drejtën e tij për të komunikuar, për të shprehur. Nuk ka të bëjnë këtu me drejtë, nuk ka të bëjnë. Po pse jeni të alarmuar? Thelbi i alarmit tuaj. Është alarmuar ti Ridvan sepse ka ndërhyrë në institucione. Do thotë ka ndërhyrë. Po ka ndërhyrë sepse për shembull ka shpjegim, unë vetë. Për shembull ta zëm për shembull, a është normale për shembull 5 herë për shembull në ditë, për shembull autoparlantët e xhamia vëlshu për shembull në mënyrë ekstreme? A pëtana është normale? Ka lish në Kosovë akustike. Decibelet. Po, ajo ndotja akustike, për shkak ndotjen akustike do të mbrojtë popullatën. Është problem për ju thirrja e azanit? Është problem sepse nuk është edukat kuranore. Namazi nuk është edukat kuranore. Allahu Ekber nuk është edukat kuranore. Do thotë tash për shembull, për shkakun me përdor Allah kur ka në Kur'an illa, unë do të më respektu Kur'anin, unë do të më respektu profetin Muhammed për shembull. Jo, me respektu këta profetët e rrajshme që kanë dalë financohen nga bota slave dhe nga bota e çmendër otomane, edhe tash për shembull manipulohet me ndjenjat shpirtërore të popullatës. Atë sa gjuna sa rrezik janë popullatët, do thotë. Si janë të vujt shpirtërisht. Ezani është thirrur gjithë, apo? Po, ezani për shembull, ezani e fjala këta thonë që ti nëse shkon në namaz ti shkon në xhenet. O na e dina që në xhenet shkon ti nëse le vepra të mira, nëse bën punë të mira. Tash për shembull sot ti e din për shembull që në këtë moment, këtë epokë për shembull, smundjet e civilizimit njerëzor janë të pashmangshme. Për arsye se për shembull industria ka bërë që për shembull kanceri, infrakti, e ku e diun smundjet e ndryshme janë aktualizuar dhe janë të rrit dita ditës. Na duhet me punu për këtë punë përmes të punë. Tash për shembull, tani për shembull sulmet shpirtërore, dëmet shpirtërore që ja bojnë klerikët dhe xhamatit, popullatës, ata pi vdesin shpirtërisht ata njerëz, edhe pi humbin besimin në Zot. Në vend se m'ia dhon besimin e lirë, edhe ja kanë humbur besimin në Zot. Kjo fatkeqësia. Si ja kanë humbur besimin në Zot? Po ja kanë humbur sepse janë shndruar ata persona në bisha, kanë urrëti, kanë frikë, i frigohen Gjergj Kastriotit, i frigohen Nën Terezës. Do thotë krijesës shenjtë popullit i frigohen. Kjo është bërë përmes klerikëve, nuk është bërë përmes xhamatit, përmes njerëz janë të pafajshëm. Se kjo për shembull është lloj kurthe shumë e rrezikshme që ti deviju shpirtërisht njerëzit. Optën. Edhe për shembull ato që sonë paguajnë këta hoxhallar thonë se ja kanë humbur besimin e vërtetë në Zot. Si? Ja kanë humbur besimin e vërtetë në Zot sepse po ta ligjërojnë për besimin. Ato janë manipulime, spekulime, ato janë, se realisht nuk mund të shembull m'ia imponu besimin në Zot një personi pa i fol me dashuri, pa i fol me respekt, me sinqeritet. Nuk flasin me dashuri këta. Pa çfarë folme, ata i folin për interesat veta se i kanë thith miliarda, kanë thith për botë slave ku e diunë për me manipulu. Ata janë në komoditet. Ata janë të jetu me komoditet, kanë parë. Të lidhë klerikët hoxhallarët me financimet slave e otomane turke ta zëm. Të duket akuzë rënd? Si të besohet? Besohet sepse për shembull qeveria nuk ka marrë kurfar mos as ligji për shembull me ditë ka po vinë këto buxhete, ka po shkojnë. Opton për shembull 800.000 më marru. Kush i mor, ku deklaruan edhe para, ku? Se klerikët shqiptar besimit islam hoxhallarët të pranojnë në Kosovën e lirë, sot në vitin 2026 të financohen nga regjimet slave e turko-otomane, atje turke,
për t'i po dëm identitetit shqiptar. Cila është arsyeja sipas jush? Arsyeja është sepse kombi Pse morin para ata? Kombi shqiptar është Për promovuar një lloj popull- ligjërimi që nxit Po. fanatizmin, urrëtitjen. Po, është popull hynor, është popull që ka gjuhën mesianike, gjuhën e kosmosit, edhe trojet shqiptare, sidomos trojet etnike që janë, të fillu Peçamërisë deri në Sanxhak të Nishit, janë vendet shenjta, do thotë janë vendet shenjta të kombit tonë. E tash për shembull, aty në intereson na mas me zgju këtë vetdije. Aty në intereson ata me ndërhyjnë tokat tona që kanë ndërhyjë me shekuj pa ndërprej. Edhe tash për shembull, ata e pengojnë për shembull Bashkimin Kombëtar, duke përbo propaganda antikombëtare përmes islamit. Do thotë, për shkak i shërben Islami. Islami nuk i shërben aty në përbesim Zot, po për propaganda antinjerëzore dhe kombëtare. Tash për shembull, kjo shkon në favor të autonominizmit edhe në favor të Rusisë, ose Slavisë, ose të Serbisë. Tash për shembull, ata janë të bën praktikisht pushtimet e tokave. Po shkërmoqen shqiptarët identitetin tu, po godasin. Po normal, tash për shembull ti e ki haptas atfar Spahiu, atfar Zotnia, na di që ban propaganda kundra kombit, kundra flamurit, edhe haptas do gjana kanë dalë. Na identitetin tonë na nuk mujna me ndryshu, na e kena identitetin atë njëjtë, çdo shqiptar në këtë botën, kudo qoftë që është, ai është shqiptar, nuk ka diçka tjetër. Shka? Asë detyre klerekëve, zoti Pasha ta ligjerojnë tolerancën, mirëkuptimin, dashurinë. To janë false, kur thënë? Asë është në manualin e tyre të ligjerimit në raport me besimtarët, me qytetarët, të nxisin ata të jenë tolerant, të jenë jo të dhunshëm, të kenë dashuri për paqen e kështu me radhë. Nuk uzojnë për momentin, kena na hoxhallar që i pranojnë këto sugjerimet tona, po nuk uzojnë. Ta zonë për shembull ti e ki një rast pivi fjala atje në Afganistan. Një femër që për shembull ka kërku prej klerekëve edhe prej shtetit që me ndalu pedofilizmin. Se vetë që ka ti në urdhëru prej kleriku, ta kupton, me njëherë kanë ekzekutu. Klerikët e kanë ekzekutu. Pse? Sepse ata thonë se gjoja se pas ka drejt Cili rrezik po është që po i vje trojeve shqiptare? Rreziku për momentin është Se po flet me alarm me rreziku është jashtëzakonisht i madh, sepse e kanë dëmtuar shpirtërisht masën popullore. Ja kanë humbur edhe besimin në Zot, këtu është fatkeqësia. Se për shembull ti ty njerëz sot besojnë më shumë në Zot se sa që kanë besuar më herët. Ja, besimi, Apo? ja. Është manipulim, është kurth. Janë të manipulu me popullin, me xhamatën. Ligjin e të i verifikon që ta njerëz, edhe shteti, për shembull, këtyre dalin këde shumica për tyre janë të falsë, kanë marrë diplomat falsë. Unë kam informacion për hoxhallarëve. Institucionet ligjzbatuese e vërtetë është që në Kosovë kanë ngrehur alarmin për një trend të fanatizmi si rezultati i disa ligjerimeve ekstreme të këtyre fetare dhe nga Kosova. Këtu është fatkeqësia e popullit. Në luftën e Sirisë kanë shkuar atje mbi afër 400 veta. Zvicra ishte vendi kryesor i rekrutimit të shqiptarëve. Një shqetësim që e kanë ngrehur dhe atje autoritetet federale të Zvicrës. Por që duke që nuk është marrë me këtë pjesë askush, kem Jo, s'është marrë. Problemet politike që shkaktojnë politikanët me gjuhën e tyre, me përplasjet e tyre, duke që vëmendja ka politika e kalon në margjina një, shqetësim që ju po e ngreni, që ka të bëj me klerikët fetar dhe doktrinën e tyre për mbjellë fanatizëm. Shumë është mbjellë fanatizëm, edhe është mirë për shembull qata që janë hoxhallar vullnetar, edhe ata xhamatit që janë vullnetar për shembull, është mirë mi mbrojt ata, sepse ata janë të lyp një farë ndihme, sepse janë të rreziku, do thotë, skuzojnë me folë të vërtetën. Edhe tash pipi fjala na kena për detyrë për shembull mi largu do elemente që kanë të bëjnë me njëllosjen edhe identitetit tonë, edhe historisë tonë, edhe politikës tonë. Se feja, besimi, religioni për shembull në të rinë vendin e vet. Feja dhe besimi, edhe Tim Shkupi në një intervistë ka bërë sipas tij një dallim. Ç'është feja e ç'është besimi.
Feja shqiptare ka thënë është shqiptaria, në atë formulën e famshme shumë sakt. të Vaso Pashës. Jo vetëm ashtu, po është realitet epokal, është sepse por Vaso Pasha kishte thënë në moment kritik të ndarjes kom të rrezikut të komunizmit. Feja është renditur numri 9. Numri 9, sipas misticizmit, është numri më i lartë kozmik. Për shembull, tani për shembull Germa F është feja e cila simbolizon çdo gjë që ka të bëjë me frymën, me formën, me fekundimin, me çdo gjë që ka të bëjë me zhvillimin e njerit fizik, botës fizike është forma, feja. Të zëmë për shembull eja, sipas Petrozhes, është energjia, është thelbi. Imami për shembull Tim Shkupi thotë është vertikalja, do thotë Zoti Suprem thotë është energjia, do thotë shpirtëroja, ajo e cila për shembull na e marr shpirtin neve, kurse feja është forma fizike, do thotë fenomeni, do thotë gjithçka shkon. Tash për shembull feja përdoret vetëm në gjuhën shqipe për përsëriti këto. Për arsye se na mujna me thonë besim ose religjion, se u këtë bota që përdor, ama jo fe. Kërkon botë nuk e përdorin fjalën fe për shembull. Anglisht thonë religion, gjermanë thonë me këtë punën kuptoni që po feja shqiptarit është pa kompromis, për arsye se është fe vetëm na kena fe. Feja lidhet me gjuhën tonë, me historinë tonë, me vendin tonë, me kulturën tonë, është kulturë e veçantë. Po e lidh me identitet. Me identitet është. Nuk ka lidhje me religion. Besimin për shembull Zot e ruan çdo njeri. Me trashëgimin tonë që kem nga ilirët që kanë jetuar në gjithë këtë relief gjeografik. Trashëgimin na kena shumë të lartë, na kena nga atje po e lidh fenë shqiptare me. Normal se ajo është fe që ekziston. Ta zëmë për shembull neve imami për shembull na ka mësuar që ka thonë që e mira ekziston. Zoti ekziston, dashuria ekziston, lumturia ekziston, drita ekziston, gjithçka. E keqja krijohet. Do thotë xhelozia krijohet, urrejtja krijohet, frika krijohet. Do thotë gjithçka krijohet. Tash për shembull gjithçka po e lidh me misticizmin. Edhe parapsikologjin ku si 17 vjeçar keni qenë impenjum, i ngacmum, i interesum. Po normal. Shumë për të studiu këtë fushë. Po tash për shembull kjo fushë ka rrjedh prej asaj, ja kum pas shkruar, se unë kam disa libra të shkruar. Misticizmin. Po, edhe tash fjala parë ka qenë na jetojnë në kopshtin e mëshirësirave, për të cilat mëshirësira varet vetë jeta jonë. E tash për shembull këtu punët e mëshirësirat. Misticizmi është për shembull sistemi edhe religioni neve ne kam shef gjërat e vërteta. Kurse na do të bukon taft gjërat e vërteta me njoft, edhe gjërat e pa dukshme me njoft, do thotë mi zbulu. Për shembull Tesla tham ka zbulu, veti ka zbulu. Tash për shembull, fatmirësisht, kjo epoka e Tim Shkupit është shumë e rëndësishme për kombin tonë edhe për njerëzin. Për arsye se ky ka hapur një dimension shumë të rëndësishëm. Shpjegimi sakt i Koranit. Do thotë tashti, çdo gjë mundohet me shpjegu sakt, qysh për ekonomi, për politikë, për shëndet, për ku e diun. Tashti na si grup për shembull organizatë Lëvizja Jon. Lëvizja Jon ka për qëllim me kriju një lloj mbrojtje nga tmetat të cilat janë shfaq publikisht se për shkak parës. Edhe tashti për shembull na me fut në kulturë për shembull që ka të bëjë me çato elementet shumë të rëndësishme hyjnore. Ta zëm për shembull shëndeti. Do thotë familja, financa, vetë financa edhe ideali kombëtar. Jashtë në korniza na nëse na dalmi me faqe të zezë. Është platforma. Po, platformë na dalmi me faqe të zezë para botës. Për arsye se ta zëm për shembull unë në moshën time për shembull, gjatë 4 vjeçare për fjala, unë i plotësoj me një familje që të kondita, sepse për shembull ku arrit më bë për fillimisht 8 fish babgjysh. Gati muna bo edhe 4 gjysh. Unë kam financën teme, lëvizjen teme, dhe thot i përcjellin tamam ato rregullat që ka kërkuar sistemi momi për shembull me vetë financëve jetu, do thot secili me pas biznesin e vet, punën e vet, edhe do thot se imami na ka thonë mas pari na do të më zhvillu shpirtërisht, më forcu shpirtërisht për me mujt ambas me pas probleme as ekonomike, as financiare, as shoqërore. Tash për shembull, as i organizat na nuk uzojnë me lan për shembull gjurmë të këqija, se na do të më bë simpatik është të pranueshëm për këtë forcave të mëdha botnore që janë. Kupton? Faktikisht për të mirë ne jemi kanë nisur na trokit nder, kena nisur të takuar me ata njerëz. Kush qëndron prapa jush?
Prapa neve qëndron Vullneti juaj apo keni mbështetjen e dikujt? vetëm vullneti jon edhe vullneti ton na kanë thonë jurojnë sukses vazhdone. Do thot nuk i njohin ata njerëz. Ka raste që nuk i njohin. Kush janë ekipa në anën tjetër? Në anën tjetër të Istikamës, se po e përshkruaj figurativisht kështu, ju jeni në një istikam, po them figurativisht, jo lufte, po në një betejë për të fituar argumentin para publikut. Po tash për shembull, Kush jeni në anën tjetër? në anën tjetër është demokracia e sinqertë, demokracia e vërtetë. Kush është kundër jush? Kundër Po them nesh, në atë kuptim. kundër nesh janë vetëm njerëzit që kanë pak informacione, pak njohuri, edhe njerëz që bazohen vetëm në frymëzime dhe në propaganda, ta zëm ata janë kundër nesh. Po ka njëri për shembull që fillimisht ka qenë kundra meje, pastaj ka qenë me mu, do thot, me mu. Do thot ki njëri për shembull njëri që mu ka lejmëru, ai ka shoh në mënyrë perverze imamin tim shqiptar, tim Shkupi, sot mu më ka thonë çushka, unë në çdo moment jam i gatshëm të dhënë jetën për tim Shkupin. Kjo është një shenjë pozitive, sepse atij i intereson shpjegimi sakt i Kuranit. Do thotë tash për shembull, për neve është shumë e rëndësishme për shembull, na mas milion gjonat për shembull me u manipulu në popull, po as në institucione, për arsye se na i kena rrugë të qelë, na jena popull i lashtë, neve na respekton edhe Izraeli, na respekton edhe Amerika, edhe Gjermania, edhe Anglia, edhe Austria. Neve na respektojnë shumë, neve na hekin kapelen për arsye se na jena populli më i lashtë që ekziston. Tash për shembull artefaktet për fjalat që të cilat i ulëmtojnë këta shkencëtar tanë që janë artefakte të çuditshme për shembull. Ti ku ki pati artefakt për shembull kin në Amerikën Latine, aja lexohet dhe kuptohet vetëm me gjuhën dardane. Kjo nuk kupton, na kena histori shumë më të lartë se sa na që menojna. Kemë dhënë si shqiptar, si trashëgimtar tonë, shumë edhe kulturës evropiane, popujve evropian, thu. Normal, kultura evropiane normal që ka ardhur prej neve. Këto janë të pranuar, dhe vetë italianë, vetë grekët janë të pranuar. Ne kemi qenë model për këtë lloj kulture që sot ka Evropa, thu. Kena qenë edhe kena mund kanë. Ka pas plotësisht me drejt që ka thënë Nostradamusi, nëse shqiptarët mbijetojnë deri vitin 2000, ata vetë dinë si e qeverisin botën. Tash për shembull, me një financë jashtëzakonisht madhe që kena marrë informacione që s'ban mi tregu, për shembull, që ka ardhur, për shembull, këta kanë ndërhy t'i blen njerëz me parë, pi blen këta që po flasmi, pi blen këtë me parë dhe tash ti po manipulojnë, po shpekulojnë gjëra të pavërteta, gjëra të cilat shkojnë drejt për drejtin kundër qeverisë tonë, kundër popullit tonë, kundër historisë tonë, kundër identitetit. Këto janë të padurueshme. Po është mirë me marrë masa që mas me ndodhë më keqe, sepse... Cilat masa për shembull? Kujt po i kërkon të merr këto masa? Po, na kena shtet, na kena institucione. Kundër kujt po i mendon këto masa? Po, këtë masat këtë kullaj. Me verifiku që ata njerëz, ka i kanë marrë ato diploma? Kush janë këta? Po flet për hoxhallarët. Po hoxhallarët janë të bën mas shumë të kauzin kombëtar. Hoxha s'po të le me qitë pishën, me festu ditëlindjen. S'pele ato, s'pele këto. Hoxha për shembull po thotë ki drejt mu martu me këtë. Farefisin kjo, sa normale. Na me prish gjakin tonë as kusojnë me prish. Rregullat për shembull të tona për shembull janë 7 pal kodra, 7 pal fusha, do të më kalu për me u martu me dikan. Do thotë ti nuk ban më martu me gjaktonin. Këto po thonë lyresh marto me tezë, me hallë, me tona të zeza. Këto janë të padurueshme rit. Të padurueshme. Sot çka po sheh, çka po ndëgjon, është e pabesueshme çka. Gjithë këtë po bëjnë ndikimin e financave që tyne mund të vinë thu nga slavët dhe nga normal për shembull, ku po për shembull një imam për shembull me shtetit me Lamborghini 350.000 euro, ka i mora të barë më zotni. Apo të nemat humanizmit për shembull bëjnë skandale këto informacionet i di qeveria, i di fort mirë. Qeveria do të marrë masa. Nuk do të heshtu qeveria. Nuk ban me hesht qeveria, sepse as këtu as në Shqipëri. Sepse neva është në hub edhe drejtën për shembull, drejtën për me vazhdu bashkëpunimin me demokracinë evropiane amerikane. Kush? Po ç'kjo? Në kërstim të kësaj. Me kalu për shembull në demokraci, ai po eliminon demokracinë edhe po dash sheriat. Ku ki po me sheriat, kush e po ajë në sheriatit, asam për shembull ti e ki Afganistanin si shembull. Kanë qenë shumë popull i civilizuar, tash se s'kishëm e pa aty, 85% drogës prodhohet, do thotë bujqësia prodhon drogë.
Do thot populli më i degeneruar me drogë është populli i Afganistanit, pastaj vjen Pakistanit dhe Iranit. Po flisni që jeni në situatën ku durimi po ju soset. Po normal se na po kena presion, nuk e kena bash let. Për shembull, na kena presion për njerëzve. Presion sepse ata pi bin faktet. Për shembull, njëri po vjen për xhamis, po bie fjalë, po kallzon, tu lizeza është fol. Nuk shkon kjo, nuk shkon. Shteti duhet të jetë i kujdesshëm. Duhet më koni kujdesëm se shteti parandaloj të prevenoj po çdo lloj ligjërimi që mbjell fanatizëm, çashtu. Kërcënim për ekstremizëm e kështu me radhë. Po kjo është vepër shumë e rëndësishme, është nëse ndalohen këto ekstremizmat, sepse populli është i humb, do thotë vlerat e veta. Është i humb, për shembull, nuk e nin veten si shqiptar, sa ai mendon besimin në Zot lidhet vetëm me Islam. Ai nuk e di që besimi i vërtetë është përmes shqiptarisë. Aty e ki besimin në Zot. Sepse edhe gjua mesianike është shqipe. Për shembull, na si organizat, për shembull, i kena ato tashti, i kena në atë rendin shumë të rëndësishëm, ditor për shembull, edhe me shpalos rolin mesianik gjuhës shqipe. Do thot ato janë rregulla shumë të mira sepse na gjuhën tonë nuk e njohemi. Se për shembull është polemika, për shembull shka ka dallim Allahi edhe Zoti. Tash na gjuha shqipe i shpjegon këto shumë mirë. Zot edhe sot, e sotshmja do thotë. Për shembull, imami thotë që në Kur'an shkruan që e ka pyet për shembull ky Musa, për shembull e ka pyet Hazreti Musa, ku je ti, Zot, ku gjinesh? Ai ka thonë unë jam mes dy luginave. Do thotë njëna lugin ka qenë njëna ka bën një far kavit dukatit për mi besu, e Musa ka qenë në anën e Zotit. Edhe thotë mes që aty dy luginave thotë unë jam mes. Su është Shqiponia për shembull që e simbolizon. Shqiponia do thotë e ardhmja dhe kalumja, edhe e mesmja është Zoti, do thotë vertikalja. Do thotë aty është e tashmja, besimi i vërtet në Zot. Bë sy, do thotë bëj me sy, vigjilent. Ti jesh. Po tani për shembull, pse për shembull zotrat përmenden shumë? E pranojnë dhe studiust e njohur që gjua shqipe është një prej gjuhave më të lashta indo-evropiane. Po, ka që thonë 7-8.000 vjet, po ka njerëz që thonë është mbi 50.000. Nëpërmjet gjuhës shqipe zbërthehet gjithë historia, trashëgimia, arkeologjia, thonë. Gjithçka, edhe në gjuhë thuja. Çdo gjë zbërthehet. Ta zon për shembull gjermani nuk di çka do të thonë begraben. Ai vetë thotë është vorri. A shqipja shpjegon bëj gropën, do thotë. Do thotë vetë shqipja i shpjegon, do thotë gjuhët e huaja. E tash në këtë rast aja pastoria jonë është e pashtershme, është jashtëzakonisht e madhe. Tash për shembull na duhet me pas qasje në fuqinë tonë. Edhe fuqia jonë nuk e damton kërkan, po kreti i përvetëson. Tash për shembull fatmirësia keni për rolin e komunitetit të atyre që mbajnë titull shkencor, të profesorëve, të atyre akademikëve në gjithë relevin shqiptar. Po tash ti roli shihni se ata janë indiferent. Shumë janë indiferent. Jashtëzakonisht indiferent, sepse pse mbajnë indiferent sipas jush? Mbajnë sepse ata nuk dojnë nuk dojnë të bëjnë pjesë polemikave të ashpra. Nuk dojnë me prish komoditetin e vet. Nuk dojnë me prish vetknaqësinë. Po. Nuk dojnë me rreziku për shembull se një njeri që i frigohet vdekjes, ai vdes çdo ditë. Ai është në një farë mënyrë praktikisht shpirtërisht i vdekur është. Njeri për shembull komoditetit edhe do thotë vetknaqësish duhet më rujt. Se këta që kanë marrë titull të tillë po i quhen edhe akademikët. Normal, akademikët e kanë punë gjendje. I frigon vdekjes tu. Vdekjes, komoditetit, i frigohet me humb komoditetin, do thotë ai veç e runi far krenarie që ka vënë far diplome para 3 javë. Kesh me një takim, që ka një libër trash një akademik, po do me aprovu për shembull ka fol tër kohën veç për rreth çati librit. Libri çka ka qenë biografia një shokit vet. Sa të dhonë kontributaj, sot situata, gjendje sot, qa jo më rëndësishme, gjendën sot më mbrojt. Ta zonë për shembull, këto e dinë për shembull, na e kena si program. Ta zonë për bje fjala, çka është frika, çka është për shembull substanca kimike edhe çka është stresi. Tash për shembull, na si organizat, na kena për detyrë më marrë këtë çështje. Se stresi për shembull ka filluar me dominuar për masa shumë të madhe. Ai është një prej animejve, një prej faktorëve që na është e dukshme, na u ka bërë pa dukshme. Na duhet me bë të dukshme.
Shtresin me luftu e gjoja ma vështirë që ekziston, se ka shumë pasoja. Pastaj për shembull substanca kimike. Ti e din rrit që asnjë gjë nuk është i sigurt çka han dhe çka pin. Gjithmonë po flet për merakun tuaj, lakmin si 17 vjeçar për studiu misticizmin, interesimin tuaj të asaj kohë që gjërat e padukshme me i bë të dukshme para. Por aja shka të po ndodhë e shet që gjërat të dukshme këta po i bëjnë të padukshme thu. Ashtu, kjo shka të ndodhë sot për shembull. Ta zamë janë tri faktorë anë që tanë kryesor janë të njerëzimit. Janë shtresi, do thotë friga, edhe është do thotë faktori substanca kimike. Friga ku dominon për shembull? Friga dominon për shembull në organizatat religjioze. Imagjinon, vend se mi ashtu dashurinë ndaj Zotit, ata ja ashtojnë frikën ndaj Zotit. Tani për shembull, frika te na është bërë si burim nga familja. Pse? Në kohën e lirëve për shembull, këtë edukatën shpirtërore e ka marrë fëmia ka dashuru për babës dhe për nanës. Tashti ka hub, tashti e merr për institucione dhe për institucioneve fetare dhe institucione. Tash për shembull, prindi marr nuk fol me ty si prind që don shpirtërisht, po fol si institucion shka ka një dikush që ka imponu e ka hipnotizu. Edhe tashti çka ndodh? Fëmia edukohet mirë të gabushëm se çdo person, çdo individ është forcë në vetë. Që po ndodh sot thu. Ku më shumë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut ku janë shqiptarë, në Malzinë, nuk inë Preshevës. Veriut Zoti e ka pushtu, do thot në Maqedoni, për shembull Veriut do thot shpirtërisht njerëzit janë të rëbnu. Do thot, ja kanë humbë edhe besimin e vërtet në Zot. Aty është e keqja. Se po dominojnë ata klerikët edhe thashtë ata amin, ata zinë, se populli është pafajshëm. E tash për shembull në këtë rast atëherë friga të zonë për shembull, sikur anmiku për shembull, çka bën të frigon anmiku për shembull këto politike çka. Jeta në panik thu. Po do të më rujtë se për shembull në rrethin patologjik dhe psikologjisë për shembull janë 4 smunjat që janë më aktualet. Ekscesioni, paranoja, dominanca edhe kjo depresioni dhe dominanca. Kada 4 janë, apo të cilat mund më thellu. Tash për shembull paranoja është pika më e ndihshme që ekziston në familje, në popull edhe këto farë institucione. Se paranoja është aktuale dhe njëri ku të kalon më bë paranoid për shembull preket në emocion. Tash na për shembull emocion është, për shembull kur ta ngacmon njërin emocionalisht, para gjykues. Tani ti manipulon me ato si të duash. Tash për shembull, na nuk bën mirë liu institucionet dhe Akademia e Shkencave do të marrë me këtë punë, do të më thuaj se Akademia e Shkencave ka fjet, sepse ai hala ka programin rus, ka atë nuk të lejojnë ku far drejte me bën përparim gjyqësor kur gjë. Do thotë komplet kjo akademi duhet të ndërru, apo edhe me liç, se normal këta duhet edhe shumica prej tyre duhet të qitë edhe me akuzu, do thotë, sepse s'kan bën kur gjë për komp. Asnjë gjë, ai i sigurt. Ajo është, a di shka, mund më konë 5% formalisht 10%. Jo ato shka duhet. Tash për shembull, ku ki pati për shembull bota me ndërhy, edhe më na thonë, ju jeni ata mbretër që kene qenë, bojnë mbretra. Jo për shembull, këta më neve na kanë mësuar që na më konë kurkushi. Pse? Ne kanë hup historinë. Ta zamë për shembull del një gjuhtare, vullnetare, emri s'po kujtohet, shkoni ban studimet në Austri, kur këqyr, për shembull, aty e shet që kanë dokumentacionet pa fund për ilirët, edhe për gjumë, edhe për simbole, edhe për gjithçka. Kurse këta tant... Mi ashtu quajtur studius që lidhet shpesh në platforma televizive, që thotë se ligjeron në Kanada është një Olsia Sëgjiu, që me vullnet e nënshtron vetën ndaj një trashëgimie otomane turke se sa. Po nëse tash për shembull këta tipa janë njerëz që për fjala për cilën arsye flasin kështu. Këta financohen mirë, edhe ta zëm për shembull kjo rryma, sikur që ka qenë rryma e Paktit Varshavës, edhe NATO-s për fjala ata insistojnë. Ta zëm se për shembull shteti mirëfillt është shumë i fuqishëm është Amerika. Me të vërtetë është shtet, se ka përveç Senatit, Pentagonit, aty ka shumë shtresat forta shtetënore, shtet formuese. Tani deri diku është edhe Anglia dhe Gjermania, Franca, po jo më ju afru Amerikës. Se Amerika nuk mund me imagjinu një çfarë potenciali, çfarë rregullsi shtetënore ka. Nuk mund me imagjinu. Tash për shembull, këto rrymat që janë, për shembull, që dominojnë, që janë private, mafioze për shembull, ta za miliardet janë dorë të Putinit për shembull, ose dorë
këtyre që e sundojnë për shembull Kinën, Rusinë, Iranin për shembull, ata nuk janë shtete sikur Gjermania ose Amerika. Shqiptarëve për ju thu, kudo që janë, që Qashtu nuk të janë kenë kujdes nga duhet të pas kujdes sepse Nga? janë shtete nga kush? shtete false janë, Nga nga klerikët për gravitojnë në anën e tyre. Sikur ky Farolci, këta shka din ai shka është shtete më Olci. Shka din shtete për shembull. Sa shkenca më të burr ti zbulun ta. Për shembull ti ekipi me fjala një grosht Izrael e kiç aty gjysmën e shkencave të botës e përbojnë ata që aty një grosht popull për shembull. Sa shkenca, sa kulturat për shembull ti kanë bën këta Kukuniç, fshes si ka hyrë pushtet Putini për shembull, ka ra me kulturë, me art, me këtë ka ra. Shtet diktatorial, opton. Tash për shembull Evropa, Amerika. Gjithë vendet jo mike të shqiptarëve, që janë sllavat me adresë, thu po investojnë për t'i polarizuar shqiptarët, edhe me këto lloj tema duke përhap ligjërimin të njerëz mbi trashëgimin, mbi lloj tema të paqena objektivisht mbi një perspektivë që e pret popullin shqiptar. Po. Dhe gjithë kjo po kalon në heshtën e elitave politike, intelektuale. Normal heshtje. Përse gjithë nuk mund të jenë nuk mund të jenë të paguar nga sllavat. Jo, nuk kanë vetdije, se për shembull pas luftës për bie fjala ky kaosi që është bë me diplomat e blema të cilat dominojnë për poste të ndryshme. Tash për shembull vlerat e institutit dhe shkollës kanë humb. Ta zëm për shembull çka dallon Amerika për bie fjala prej Kosovës për shembull. Nuk ndalloj. Ta zëm në Amerikë për shembull, do thotë ti mundesh me bëj gjithçka. Po Donald Trump nuk kuzon me fyni polic, se ha drejt. Donald Trump nuk kuzon me fyni pensioner, se ha drejt. Donald Trump nuk kuzon me fyni mësues, se ha drejt. Pse? Se janë 3 shtyllat kryesore të shtetit amerikan. 3 shtyllat kryesore. Mas mami ata e marrin vendimin. Se ata janë masë në popull, ata e din shpirti i popullit çka. Te na shkata më mirë, kjo është e kundërta. Qeveria ka privatizuar keni ambient toksik të diskursit jo vetëm kulturore, fetar, po edhe politike, çdo gjë tjetër. Përbozën janë civilizatuar, përbozën janë pensionerat, përbozën janë njerëz të sigurisë. Imagjinoni. A jena shtetna? Ju si kryetar, se jemi në fund zoti Bashi, një si kryetar, cila platforma për këtë vit? Cilat janë objektivat, qëllimet që i keni për këtë vit? Do të arritni trendin e avokimit, të komunikimit, të aktiviteteve, e tjera tjera? Aktivitetet për shembull çdo person që don mu na u bashkangjit, për shembull, do të pas informacionin e saktë. Një person nga Shqipëria, çka pretni tha ju nga unë. Thash na prej teje pres me ti jesh gjithnjë vetë përsosje, ti jesh njëri sinqert, atë kish punë vetëm me njerëz sinqert. U dash një përsërit. Tha koka shumë interesant. Pse? Thash se i fortit bën fort. Njerëz të fort, njerëz të sinqert, njerëz të zgjuar e bëjnë fort vendin ton, popullin ton. Tash për shembull, ato rregullat e Musaos që janë njëra prej kryesorëve që fillohet thotë, mos folin emrin e Zotit. Këta zotit po folin emrin e Zotit, që është e ndaluar. E dyta, mos lakmoni, është e fundit gati. Tash për shembull, 2 gjëra dominojnë te na. Lakmia është shumë e madhe, nuk janë të pangopur, edhe plus flasin emrin e Zotit. Tash për shembull, kjo kërkesa jonë na që jena ty vazhdu këtë punë, është që na, mas pari për shembull, duhet me sqaru mirë çka do të thonë feja shqiptarit, shqiptaria, e dyta për shembull, ata që janë bashkësi islame, që janë prezantuar si bashkësi islame shqiptare në perëndim, aja do të mu hek për këtë qeverive do të mu hek. Kanë të rritur ka në Zvicër, sidomos dhe Gjermani. Se na i këna thonë për shembull, okay, o bashkësi islame, po çka ka shqiptare, kur gjë s'ka. Kjo në të mbyllet ky kapitull. Tani për shembull produktiviteti jon për shembull mundet më rrit sepse për shembull imami thotë është një sekret thotë na. Thotë na me zgju aftësinë për me ditë mu bashku thotë. Aja është fuqia jon. Shqiptarët nuk duhet me marrë shpatat, po ai thotë na duhet me zgju aftësitë tona që i kena. Si janë shqiptarët sot në perëndim në Zvicër, Gjermani atje ku jeni? Po tash për shembull ç'përvojë keni me shumë e hidhur është me 50% është i përvojë shumë e hidhur, 50% janë të mirë. Për arsye se 50% kanë filluar me zgjuve dijen, do thotë se
këtë dojnë një Kosovë të zhvilluar, këtë dojnë një Kosovë të përparuar. Tash për shembull, ata të cilët për shembull po bojnë bashkësi, për shembull fetare. A ka prej tyre që janë si më thon, janë bërë pishmon se në një moment caktuar kohë mund të jenë manipuluar nga ndonjë klerik. Po, ka. Kështu me radhë. Ka, takojë në shumë njerëz. Që të shtënrohet në qenie fanatike ndaj tjetrit, ndaj vllaut vetë kështu me radhë. Po, tash për shembull vetëm për çështje që një ligjërues, një klerik ka mundur t'ia transmetoj një lloj doktrine që fundin e ka urrëti. Po, se tash për shembull e kanë krijuar një farë barriere këta fundamentalistat të sektit politik islam. Është barriere hala. Do thotë veç ilegalisht po na lëmëron njerëzit, kurse bashkësia për shembull sektit dervish për shembull shumë e kanë rikthyer patriotizmin si të rëndësishëm. Në trashëgimi të tillë kanë pasur edhe demokracinë. Tani për shembull këta sikur Gjufka ku e diunë janë të aktivizuar shumë identitetin kombëtar, do thotë besimin dhe identitetin kombëtar. Dhe për shembull këto rrymat që janë të fesë katolike për shembull, që bojnë jo konvertime, jo kjo iniciativa të veçantë, për shembull janë të dhënë kontributi jashtëzakonisht mëdha për identitetin kombëtar. Nga kritikët që jenë si kontribut të polarizimit, po edhe koncertet dhe kulturat. Edhe si kontribut të polarizimit, edhe kjo lëvizja të veçantë që nuk po kontribon për rahatllëk, po për polarizim. Jo, është për me rujt identitetin kombëtar dhe me zgjuar dijen kombëtare, sepse ata nuk kanë kohë më morë me thashë thama. Do thot ata janë për me zgjuar identitetin kombëtar. Shkurt Jakub, nuk ka që të sanë. Koncerte për shembull. Çfarë do të thonë shqiptarëve në Zvicër, Gjermani? Po shqiptarët në Zvicër në Gjermani për shembull, nëse dojnë për shembull me njoft besimin e vërtet në Zot, adin. Imami shqiptarëve i ka për shembull shpjegimin e saktë Koranit. Edhe Korani për shembull, unë çdo pyetje që e kam bëu imamit shqiptarëve në aspektin mistik, krejt i ka shpjeguar saktësisht me misticizëm. E çmoni shumë imamin Tim Shkupi. Po se është i personi i parë i cili për shembull ka dalë për shembull me shpjegu kodin e Koranit. Edhe rolin e rëndësinë e profetit Muhammed. Do thotë është personi i parë. Të tjerët për shembull kanë deviju. Se kanë bënë Muhammed që ka pas shumë gra me fëmijë 6 vjeçare, ku diun do thotë e kanë qitë këtë prej lojës ata, ato rregullat aty në buharive, ku diun që janë nuk kanë bëjnë me zhvillim shpirtëror absolut, për fat keq. Si po më çon ka drejtimi që vetë hoxhallarët po e dëmtojnë esencë islamin. Po normal vetë hoxhallarët janë. Si hoxhallarët e kanë humb vlerën e islamit, se për shembull në Kur'an quhet Islam, paqësor, opton, po gjuhën abrahamike është. Po se këta e kanë bëja, kanë ndruar. Imami thotë një gerëm nuk uzojmë ju ndru Koranit, se një gerëm me keq çetër kaje. E tash për shembull në këtë rast, atë na janë edhe krenar si organizat që na kanë edhe krah një imam të vërtet. Do thotë një imam që e shpjegon saktë Koranin, po edhe një imam që i njeh edhe standardet jetësore njerëzore dhe vlerat politike, i njeh shumë ku e diun, po na për shembull na si organizatë gjithë një turrit, na janë atë hik barrën imamit, se imami ka qenë front linjës të parë. Do thotë ai me këtë me gjyks ka shku, tash na gjithë një turrit, ai tash e merr vish përgjegjësinë e vet. Ai është i kënaqur dhe i lumtur kur fokusohet. Më keni të gatshëm të ballafaqoni. A pritin ballafaqime këtë vit në treza? Na kena shumë ballafaqime kështu. Në studiot televizive. Po. Argumenti për kundër, po. Po ban. Se në rrjetet sociale edhe e bën ndoshta. Po. Në rrjetet sociale do thot po edhe kështu fizikisht e bojna, po edhe kështu publikisht për arsye se ata për me fjala e kanë dobësia aty në është manipulimi. Do thot, ata në duhet më anal manipulim. Kanë aftësi për të manipuluar masën. Po, janë të manipuluar masën. Do thot, është me vedi atë janë të bose. Se tash për shembull, njëri prej 10-ve për shembull se prej 100-ve të tyre është i programuar. Apo i vetmi ka dalë që ky olci hapta se do janë. Atjerët janë të programuar dhe janë shumica janë të pavedishëm. Shumica janë të pavedishëm, sepse ata apeshojnë që diçka son rregull. Po operojnë në një platformë, këto akuzat e keni që gjithë ky lloj i komunitetit të klerikëve po operon me ose pa vedi në një platformë të financuar nga sllavat. Disa janë të pavedishëm, edhe disa do të mi mbrojtë. Sot brengat e shqiptarëve janë integrimet në NATO, në Bashkimin Evropian, të forcohet demokracia, të forcohen institucionet zbatuese të ligjit.
të forcohet një mjedis kulturor më shumë, të forcohet perspektiva fillimore ekonomike. Dhe çështja e polemika mbi fen, s'po them që doli nga hiqi, se është kontribuar gjatë në këto me vite tëra. Dhe duket që edhe kjo tjetë si gajle për gjithë shoqërinë. Po, është gajle më rëndësi, po unë jam shumë i sigurt se ka si shenja që po lypin ndihmë, do thotë janë të pafajshëm, do thotë shumica klerikëve, do thotë janë të pafajshëm edhe duhet edhe ata më ia dhon mundësinë për me fol drejt për drejt mbi atë vërtetën. Kështu që do thotë për neve, për kombin, për institucionet është që neve duhet të na rikthy besueshmërinë për shembull në demokraci edhe në mas mja hup në herën Amerikanëve që na kanë ndihmuar neve hera tretë na kanë mbrojtur prej shfarosjes kombëtare, na duhet për shembull na kena do thotë për krajin për ty na duhet me bashkëpunu me Evropën dhe me Amerikën. Tash në këtë rast për shkak bashkëpunon Kosova me Amerikën. Po, ndonë të njëjtat vlera, ana tjetër është të njëjtin lloj ambicie ka. Na s'ban me lanë mos beja, me dalë me faqe të zezë. Du të ujtë thu, Po duhet më ujtë, ama Lulja Lulja do të ushqet. Unë më mbajt, këto vlera. Duhet ketë gjitha këto vlera. Për fund, çfarë do të thoje njëri prej klerikëve që është aktiv në rrjetet sociale, Shevqet Krasniqi, të tjerë mos e ka. Po tash për shembull Shevqet Krasniqi për shembull. Kush është një e Shqipërisë? Një kërkesë, po është Ahmet Kalaj, ato kam pas pa veç një herë, kam pa kur kanë njerëj. Edhe diçka ja kam pas të reg vretin e Atina, po e ka vazhdu rrugën e vet. Çfarë i ke thënë? I kam pas thënë që është, kam thënë, besimin rruje besim. A dhe ka qenë me një farë xhamie, ka qenë dikun atje ka malësia e Gorës. I kam thënë je i ri shumë, po përfiton nga besimi. Përfiton për shembull mesele ekonominë, mesele kulturë, mesele shkenca anash, obdën. Po si ka hin puna ja punë. Aty Kujt? Ahmet Kalaj, atëherë është quajt Altin Kalaja. E tash për shembull porosia për shembull është kështu. Për Shevqet Krasniqin. Për Shevqet Krasniqin, do thotë. Në të di se Shevqet Krasniqi për shembull, psikologjia është rreth 7 lami kryesore i ka psikologjia që i praktikon në universitetin e institucionet e na. Kurse në Amerikë është mbi 56 lami ka. Do thotë tash për shembull. Të zëmë, doktori syve janë 10 specialista, 50 specialista. 50 specialista janë të muskuj, 50. Ka specialist mbi specialist që kanë kompetenca dhe përgjithësi. Që nën kupton? Në kupton që një person që e ngrit vetin, që del edhe mbi Zotin, edhe në emën Zotit që fol, nuk ka drejt me fole në emën Zotit, edhe nuk ka drejt ai mu bo gjithçka. Kush? Shevqet Krasniqi, a doktor, a psikolog, a pedagog, a i përzijet një në familje, a shku e dhjonë, shkas gjithë ku një fut hund. A së është liria kjo? Ku njerëz mund të flasin? Liri që kjo, liri, që është liri. Po, une kur lypin dim, unë du të me shku, kam probleme me Po apozim pëtu me lirin? Kjo është kundra liris. Kjo, une kur të përzina gjithë kun, unë atëherë, unë jam të ta damtu lirin, sepse unë, a ki për që i thojnë, gjys hoxha dhe gjys mësusi, aj ta prish hoxha gjematin, mësusi ta prish në zansin. Tash për shembull, na jena me një kur ka specialist mbi specialista, edhe të politikës, edhe të ekonomisë, na duhet me ta me bisedu, aty në duhet me dhënë fjallin, jo për shembull ti me mu publiku, aj sa o gjithçka, ku ki pati gjithçka. Nga akademia edhe njerëz e dishëm, po presni që të aktivizohen. Do të më aktivizohet, do të jap mizar, edhe plus asara. Ky do të jetë qëllimi për këtë vetë thu. Normal, i organizatës Lëvizja për Bashkim. Qëllimi i shejtë është, qëllimi i jashtëzakonisht të shejtë, se na jena popull me gjitha mundësitë. A di që ka eksperta për shkak kanë parapo që pasuri ka Kosova dhe Shqipëria mund të ketë deri 300 miliard për shembull, do thotë mundet me pas GDP-n vjetore, edhe Kosova mundet me pas deri 200 miliard. Ta zëm për shembull Hekurudha nuk është zbatuar pse ka buxhet ndërkombëtar. Hekurudha një ka nisë, dy shina do të mi pas. Tani e dyta. Ishte edhe vite më parë, po nuk ndodhin. Na përveç trepshës, për shembull, a di që na me çmiri jena dyshin në Evropë. Na 15% të energjisë me gaz. Në historikun e tyre, shqiptarës sot në Ballkan kur nuk kanë qenë më shumë të faktorizuar, jo vetëm politikisht, se sa që janë tash. Historia nuk nje që shqiptarët që jetojnë aktualisht në
këtë relief të Ballkanit me dy shtete, në Maqedoni të Veriut, si kom shtet Formos, në Maltëzi, në Lugin Presheve, se kudo, kur nuk kanë qenë më faktori i rëndësishëm politik, për shkak të sunduzve dhe tiranëve në rrethonat e pamshirshme që ka shfaq historia ndaj nesh. Dhe ky faktorizim i madh i shqiptarëve sot mund të kërcënohet po nga këta armiq duke përdorur elementin fetar. Po normal se tash për shembull po devijon mentaliteti njerëzor. Tash për shembull besimi i Zot është çështje personale, ruje, se besimi i Zot është shumë i rëndësishëm, se ama tash për shembull vlerat ekonomike nuk mundna na me pas shtet pa ekonomi të fortë. Ekonomia na I kena shansën nevojë ekonominë shumë të fortë. Këtë rast për shembull rrymat politike për shembull që mirë veç me tendera, shumë e kanë stagnu këtë zhvillim se Mendësia e këtij qeverisjes. Po, se o kondash e Korudha veç me dale atje në detëzi. Interes E Korudha strategjik kondash veç mu lidh me Sarajevën. Do thotë Korudha e rrit ekonominë ekstrem shumë shpejt, edhe plus asaj porti i Durrësit mundet më bë porti më I rëndësishëm në Ballkan. Në Gadishullin Unë thash, zoti Pasha, për sa kohë që në historikun e tyre, të tjerët kanë vendosur për shqiptarët, sot politikisht shqiptarët në Ballkan janë aq faktori I rëndësishëm se as I gjans mund bëhet pa shqiptarët. Dhe kjo është rezultat edhe I sakrificës tonë, po I mbështetjes së sublime, supreme që kanë dhënë SBA me aleatët e tyre, me Britaninë e Madhe, Gjermaninë e mistir. Po mirë, rritash për shembull ekonomistat e kanë paraleru ata ekonomistat Mirfelt. Trekonshi, e Korudh, Porti I Durrësit edhe Qymyri, për shembull, që jena, do thotë, na 15% e mbulojnë energjinë e Evropës, 15%, a di çka do të thonë, ato janë 100 miliarda. Sot importojmë energji në ndyshime se edhe kjo energji po ushqitet për 4-5 fish më shumë vetë kosovarëve. Me tuxhare mafioz si do lloj kriminale atje në Serbi që kanë tregun në energjisë. Për shembull në Po librin e në tema tjera ndoshta do doja për fund zoti Basha për një projektim të lëvizjes bota shqiptare në 6 muajt e ardhshëm. Po tash në 6 muajt e ardhshëm na jena lëvizje, na jena tu lëviz, edhe sa më shumë që po lëvizme, po takojna njerëz të rëndësishëm, na çaq më shumë për njohmit vetin. Do thotë vlerat tona për njohmi. Tash na për shembull gjatë lëvizjes tonë që bëbojna, mu ma mërmenja se rritja është të shku jashtëzakonisht në një të madhe, sepse pikës pari na kena edhe qëllimin e mirë, po edhe plus asaj na po shihen rezultatet. Do thotë se na rezultatet në terren po ju bojnë të inkurajum. Na s'po upmi energji kot. Na jena për shembull për krasët e gjithëve. Do thotë edhe pse neve s'na njohin gjithë neve mirë, sepse ata s'kan mundësi mu marrë me neve, na kena mundësi mu marrë me ata. Të falenderoj për kohën. Njashtë edhe për dorimin. Intervistë, zoti Basha, më shumë se një orë. Mirëpresim natyrisht dhe të tjerë kontribues që nuk ndajnë mendimet e njëjta dhe mirë. Faleminderit. Njashtë edhe për te, faleminderit. Faleminderit, respekt. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.